Mirë, juftoj që të ndalemi sot tek mësimi i një radhës, do të jemi tek Mateu. Mateu 13, ndërsa Jezusi pra po i tregon mbretëria e qejve, i ngjan gjithashtu një rrjetë të hedhur në det, që mbledh gjithë farë lloj gjërash. Kur ajo është e mbushur, përshkatarët e nxjerrin atë në breg, ulet dhe mbledhin në kosha ç'është e mirë, por i hedhin ato që nuk janë të mirë. Kurse këtu e kemi ç'është e mirë, po ato që janë të kalmi. Po, pra se nga që kanë ndryshuar këto, po të lexojmë vargun 49 në fakt. Kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Do të vinë engjëjt dhe do t'i ndajnë të mbrapshtit nga të drejtët dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë çarje dhe kërcëllim dhëmsh. Jezusi pra e shpjegon këtë, edhe neve shikojmë shikojmë që po i tregon ato dhe çfarë Jezusi po përpiqet pra të shpjegojë është gjithashtu që neve Jezusi ishte duke ardhur dhe mbretëria e Perëndisë. Dhe shumë nga ata që flen tek Danieli, në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Pra, do të vi koha që, siç është kjo pikërisht kjo shpjegimi ose krahasimi që Jezusi bën mbretërisë së Perëndisë, do të vi koha që të gjithë jemi futur në këtë rrjet, jemi në këtë botë, s'kemi ku të shkojmë tjetër. Dhe ajo çfarë neve na kërkohet të bëjmë është që të bëjmë zgjedhjen e duhur, që të ndjekim Perëndin. Ndaj edhe kur erdhi Jezusi, neve shikojmë që shumë njerëz nuk e kuptonin. Edhe pse Jezusi përpiqej që ta shpjegonte edhe përpiqej që ta kuptonin, që ta bënte ato të kuptueshme për njerëzit, ata nuk e kuptonin. Jo, nëse ju kujtohet në gjitha mësimet e Jezusit, Jezusi bënte mrekullira, e bënte shërime, edhe ata i thonin përsëri, mirë, nëse ti thua që je biri i Perëndisë, na tregon një shenjë. Po çfarë shenjë doni tjetër kur njerëzit janë shëruar, kur sëmundje të pashërueshme për kaq vite me radhë të paralizuar, kishin lindur paralizuar dhe po ecnin, të verbër kishin lindur të verbër edhe po shikonin. Pra, fatkeqësisht edhe këtu ku jemi ne tani në këtë momente është një epokë ligësie. Neve jemi të përfshirë, jetojmë në botën e mëkatit. Duam apo s'duam neve përfshihe, jemi, por ajo çfarë duhet të kuptojmë edhe të kujtojmë është që neve kemi privilegjin që të ndjekim Perëndin, që të zgjedhim Zotin. Është një lloj rrjete pra që mbledh besimtar dhe jo besimtar. Pra jemi të futur në një si thua sport, rrjet, ku në fund të ditës ose në fund të kohës u mbush rrjeta, u mbush kupa, mbaroi koha kur Jezusi thotë edhe ne do të vijmë përpara Perëndisë dhe pikërisht me Perëndia do na tregojë se çfarë do të ndodhi me ne. Pra, rrjeta është mbretëria dhe të gjithë do të vinë edhe do të përballen me këtë. Deti është bota dhe të drejtat janë të gjithë ata që i binden Zotit. Sa e lehtë dhe sa e thjeshtë është kjo gjë. Të mbrapsht janë të gjithë ata që nuk i binden fjalës së Perëndisë. Sa të thjeshta na duken këto gjëra, edhe kur i lexojmë këto, po këtë e dinim. Por në jetën tonë të përditshme, kur neve futemi në rrjetën e jetës, pa dashur e pa kuptuar, neve futemi edhe bëjmë gabime. Por ajo çfarë neve duhet të kujtojmë është që në syrin e Perëndisë nuk ka asnjë njeri të drejtë. Romakët 3:10 na thot, siç është shkruar, nuk ka asnjëri të drejtë, as dhe një. Në këtë botë, ku çdo gjë është ligësi, vetëm Perëndia mund ta bëjë përsëri të pastër dhe të shenjtë. Mund të na bëjë ne, mund ta bëjë dhe botën, mjafton që njerëzit të zgjedhin, të duan, të ndjekin Perëndin. Po të lexojmë, vazhdojmë tek Romakët, kapitulli 3, vargjet 21 deri 25 na thot, por tani, pavarësisht nga ligji, është i manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët. Madje drejtësia e Perëndisë është nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Ashtu siç jemi në atë timonin e jetës sonë, si neve shpesh herë na kap ajo rutina e jetës dhe e gjejmë veten duke
duke mëkatuar. Ndaj dhe Perëndia na thon që të kemi Jezusi. Po të lexojmë tek Gjoni, kapitulli 18 vargu 36, Jezusi tregon dhe thot: "Shiko, mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftoni që të mos dorëzohesha judenjve. Por se tani mbretëria ime nuk është prej kësaj, prej këtej. Mbretëria e Perëndis nuk është fizike dhe nuk është e kësaj bote. Ndaj Jezusi zgjodhi të mbretërojë në zemrat tona." Tek e para Korintasve kapitulli 6 vargjet 19 dhe 20 na thuhet: "A nuk i dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis." Pra neve jemi në këtë botë, por nuk jemi të kësaj bote. Për të gjithë njerëzit e kanë të lloj privilegji që të zgjedhin Perëndin. Dhe kur Jezusi po tregon pikërisht këtë shëmbulltyr dhe thotë që mbretëria e Perëndis është i ngjan kësaj rrjete, të gjithë jemi të përfshirë, të gjithë do të vijmë edhe do të vijmë përpara Perëndis. Çuditërisht njerëzit e kanë të vështirë ta perceptojnë kur ti thua unë i besoj Zotit. Unë shkoj në kishë adhuroj Zotin. Por ne duhet kuptojmë se nëpërmjet gjakut të Krishtit ne jemi të ndërtuar, jemi ndërtesa e Perëndis. Tek Efesianët kapitulli 2 vargjet 19 dhe 22 na thot: "Ne jemi ndërtuar themelin e apostujve." Pra ju nuk jeni më buajtës, ju nuk jeni më të huaj, as buajtës, por bashkëqytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të familjes së Perëndis, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vet guri i qoshës, mbi të cilin gjithë ndërtesa është e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndis në fryt. E shiko, kur lexuam gjithashtu edhe te Korintasit, pak më përpara, që na tha ti je tempulli i Perëndis, tempulli i frymës së shenjtë. Në momentin që ne vendosim që të pagzohemi, edhe kjo është e bukur, nëse ne vendosim të ndjekim Perëndin, është nëse vendosim, pra e mendojmë, e logjikojmë, zgjedhim ta bëjmë atë gjë. Neve jemi rritur në një kohë në familjet tona me idenë, me zakonet ku na thuhet që kur i bëjmë pyetje çfarë je ti ose çfarë besimi ke, si themi ne? Jam musliman, jam ortodoks, jam katolik, jam bektashi e jam kështu me radhë. Në fakt ne nuk jemi. Për shembull, unë jam lindur në një familje ku besonin se ishim musliman, por nuk e praktikon. Fëmijët e mi janë lindur në një me prindër që janë të krishterë, që janë pagzuar. Por ata nuk janë krishterë. Por ata nuk janë musliman. Janë krijesat e Perëndis që kur të vi koha që ata të bëjnë zgjedhjen e tyre, ata mund të zgjedhin që të pagzohen, që të ndjekin Perëndin. Pra ti po zgjedh, sepse të ikësh me këtë ide që u linde në një besim të X besim, pa thënë një pa emëruar, ti po e imponon pavarësisht se neve themi kemi zgjedhjen e lirë. Ai kur rritet fëmia, le të bëj çfarë doj me jetën e vet, se ai do rritet do bëj çfarë do. Por ne themi çdo lloj familje, paktën ato që kanë dëgjuar unë, po pse do prishi ato hijen e babës, do shkeli fjalën e babës. Neve jemi kaq brezash, jemi X besim. Neve për kaq X brezash kemi për këtë gjë. Edhe çfarë kanë bërë? Shumë njerëz, unë vit për vit kur është koha e Pashkëve, kur i besoj, i pyes njerëzit, çfarë po festoni? Do ikë se do festojmë Pashkën. Po çfarë janë Pashkë? Po neve therim qingj, bëjmë drek, bëjmë këto ëmbëlsirat e mira, edhe pra neve me këto kalojmë kohë bashkë. Po Pashka çfarë është? Pashka është Krishti u ngjall. U kryqëzua dhe u ringjall. Edhe po festohet dita që ai u ringjall, ose që data sipas llogaritjes së kalendarit që ata përdorin, kjo datë i bie që është ringjallur Jezusi. Edhe kur në këto momente kur i bën këtë lloj pyetje thotë, "No mirë, nuk e di. Po ti beson, çfarë besoj?" Po ja, a beson që Jezusi u ringjall? Po ja, ma borë atë se ngjallet njëri, po çfarë thuat? Po çfarë po bën? Në le rast do festojmë, kemi Pashkë do ham. Edhe përsëri vazhdojmë me atë ide vet. Në le rast do festojmë do ham. Kaq kemi Pashkën. Edhe kur ti përsëri
do edhe insiston dhe të pyesësh se çfarë janë pashët, në lira. Te Galatasit kapitulli 2 vargu 20 na thohet: unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Të ndryshosh jetën tënde plotësisht për Zotin dhe të jetosh për Zotin. Kjo do të thotë jeta si besimtar. Edhe kur futesh në mbretërinë e Perëndis, ti përsëri ti futesh me këtë. Ke vendosur që të ndjekësh Perëndin duke u pagzuar. Edhe ndodh ajo që neve sapo e shpjeguam pak ringjalljen e Jezus. Në mënyrë që ti të shpëtohesh, në mënyrë që ti të falësh, të marrësh faljen e mëkateve, ti duhet pagzohesh. Pra kur zhytesh në ujë, edhe këtu është që disa praktikojnë pagzime të ndryshme. E bëjnë mes përkatje, ja bëjnë fëmijëve të vegjël, po kur edhe çfarë bëjnë në momentin që ai e pagzoi fëmijën, ky është si krishter, ky është ortodoks, ky është katolik. Por në fakt, nëse neve do t'i referoheshim Biblës, edhe çfarë Bibla na thot, Bibla thotë që ti duhet pagzohesh, pra të zhytesh, të vdesësh. Po flasim për vdekje simbolike që është vdekja shpirtërore, dhe ti kur zhytesh në ujë, edhe kur del nga uji ti je një person i ri. Pra ti ke vendosur të ndjekësh Jezusin, dhe çfarë? Ti beson që Jezusi u kryqëzua, u ringjall. Dhe ti pagzohesh në emrin të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë për faljen e mëkateve dhe merr frymën e dhuratën e Frymës së Shenjtë. Gjoni 14:20-21 na thot: atë ditë do të mësoni se unë jam në Atin tim dhe se ju jeni në mua dhe unë në ju. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do, dhe kush më do mua, Ati im do ta doj dhe unë do ta dua dhe do t'i dëftehem atij. Pra si ndodh kjo? Kur neve bëm procesin e le të themi pagzimit, neve morëm dhuratën e Frymës së Shenjtë. Dhe Jezusi po thotë: ti je në mua dhe unë jam në ty. Se lexuam pak më përpara, ti je tempulli i Perëndis. Je te themeli i Perëndis, je ndërtuar. Perëndia ka bler me gjakun e tij. Ne duhet kuptojmë gjithashtu që jo atë çfarë un pak më parë fola, jo të gjithë janë të Krishtit. Tek Mateu 24 vargu 4 dhe 5 na thuhet: dhe Jezusi duke përgjigjur tha atyre: ruhuni se mos ju mashtron dokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Tek Mateu 7 vargjet 15 dhe 16: ruhuni nga profetët e rrem të cilët vinë te ju duke ushtan si dele, por përbrenda janë ulshër, graditçar, ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murriza? Tek e dyta Timoteut kapitulli 3 vargjet 13 dhe 15 na thot: por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq duke gënjur dhe duke u gënjur vet. Por ti qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke ditur prej kujt i mësove, dhe se që nga fëmiria e njeh shkrimet e shenjta të cilët mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Pra neve na ftohet që të analizojmë. Dhe kjo është e bukura çfarë neve besojmë. Ne duhet të hulumtojmë dhe të kuptojmë vetë edhe të vendosim që kjo është fjala e Perëndis, që na bën ne të shpëtojmë, të ndjekim apo mos ta ndjekim, të bindem. Pra ti nuk mund të shkosh tek prifti edhe të rrëfehesh, edhe prifti të thotë shko dhe mëkatet e tua janë fal. Vetëm Perëndia mund t'i fali mëkat. Dhe nëse ti dëshiron që të kesh këtë lloj marrëdhënie me Perëndinë, është vetëm duke e krijuar atë marrëdhënie në pagzim. Pra duke vendosur ti, duke zgjedhur ti që të jesh në Zotin. Tek 2 Korintasve 13:5 na thot: analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Provoni veten tuaj, a thua nuk e njihni vetveten se Jezu Krishti është në ju, veç në qofshit përjashtuar. Tani është momenti ku neve të kemi këtë lloj mundësie për ata që janë në besim të analizojnë veten tonë. Tani është koha, sepse kur ata si tregoi Jezusi atë shëmbulltyrën, na thot: kur rrjeta është e mbushur, çfarë bëjnë peshkatarët? E nxjerrin. Edhe pastaj fillojnë të ndajnë çfarë është e mirë, çfarë është e keq. Neve kemi mundësinë që rrjeta nuk ka dalë akoma. Koha nuk na ka mbaruar akoma. Neve kemi mundësi tani që të analizojmë veten tonë, që të për besimin ku jemi, çfarë neve themi që besojmë, pa dashur të paragjikuar askënd, por a jam unë në rregull me Zotin? A jam unë në rrugën e duhur duke ndjekur Perëndin? Neve po shikojmë që pasuritë nuk e blejnë dot jetën.
edhe pse mund të na ndihmojnë, mund të jenë të për një kohë, për një afat të shkurtër, por nuk janë që e blejnë jetën, vetëm Perëndia ta dhuron jetën. Dhe ne kemi këtë lloj bekimi kaq të madh që të analizojmë, të shikojmë ku jemi. Tani është koha, tani është momenti që ne t'i japim Perëndisë lavdinë që i meriton. Edhe kur jeta të ngrihet lart, edhe koha kur të mbarojë, ne nuk do të friksohemi, të trembemi, dhe të themi do na hedhin tek korshi i plerave. Por neve e dimë që Perëndia na ka larë me gjakun e Krishtit dhe ne do të shkojmë me të mirët. Jo se i kemi bërë ne vetë, sepse nëse neve do ta kishim këtë lloj mundësie që të bëheshim të mirë në sytë e Perëndisë, pra të pastroheshim, të shlynim mëkatin ton, nuk do ishte nevojshme ardhja e Jezusit. Pra neve kemi këtë lloj besimi, ne kemi këtë lloj mundësie, ne kemi këtë lloj bekimi. Tani është koha që ne mund të veprojmë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin, për Zoti ju bekoft.